Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka treguar edhe për vendin, edhe për kohën se kur zbret Isa alayhi salam. Vendi, siç përmendet në hadithe të sakta, është në Damask, është tek minarja e bardhë. Koha kur zbret Isa alayhi salam është koha e namazit të sabahut. Ishte një hadith transmetuar prej Nawas bin Samanit radiallahu anhu, në cilin flitet se derisa Dejjalli vazhdon me ato vrasjet, me ato lajthitjet, mashtrimet, tradhtit e tij, zbret Isa alayhi salam tek minarja e bardhë. Ka përshkruar pejgamberi sa edhe formën e tij duke zbritur i mbajtur për dy krahve të melekëve, edhe pamjen e tij të bukur që nga koka sikur i pikon uji, edhe pastaj ka përmendur që do ta ndjek djallin, Dejjallin më falni, edhe do ta mbyt atë. Do ta ndjek edhe do ta mbyt në vendin Lud në Palestinë. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun qad asamahum Allahu min fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bi darajatin fil janna. Pastaj kanë me ardhur tek Isa një grup i njerëzve, cilët Allahu i ka mbrojtur prej Dejjallit. Edhe Isa do t'ja ufshin plohurin prej fytyre. Edhe do t'ju thot, tek i vendin këtu në xhennet, tek i vendin këtu në xhennet, tek i vendin këtu në xhennet.